shpesh tifozët e Shqipërisë në minutën e 33, një gol me të vërtet i bukur. Kjo ishte pra goditja që ka dhënë Mea, Alban Mea. Presim të ndjekim në njerë të përsëritur golin. Është me të vërtet një ide shumë e zgjuar e ti, jashtëzakonisht e zgjuar. Shikoni me majën e këmbës së tij djathtë, e ka lënë në vend në portierin Sen. Një goditje me të vërtet fantastike e zgjuar. Rrallë kemi parë goditje të tillë. Dhe shikoni rrjeta shkundur 1-0. Ndiqeni se si e ka goditur topin Mea. Dhe 1-0 në minutën 33 pra vjen goli. Në mos gaboj goli i pari ti me përfaqësuesen ton. Alban Mea, një futbollist që luajti ndeshjen e tij të parë zyrtare me Kiprin në Tiranë. Kujtojmë që ishte protagonist në golat e shtuar nga Shqipëria në krosimet e tij, por ja që sot bëhet ai shënues, pra Alban Mea duhet çuar peshta tifozët që aty janë pakët, por dhe gjithë ata që ndjekin nëpërmjet ekranit televizionit zyrtar në këtë mbrëmje të shkëlqyer, një mbrëmje festive tham, një test për përfaqësuesen ton që siç tham